Një sondazh i realizuar nga SNA nxori në pa perceptimin kryesisht negativ të qytetarëve lidhur me çështjen e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erion Veliaj. Sondazhi u krye nga data 31 janar e deri në 15 shkurt dhe nxori të dhëna për pyetjen: a duhet të lirohet nga burgu Erion Veliaj? 64% e votuesve votuan kundër, 28% pro dhe 8% zgjodhen alternativën nuk e di. Siç bie në sy lehtësisht nga të dhënat, shumica e votuesve mbështesin vijimin e masës së sigurisë së caktuar ndaj kryebashkiakut. Kujtojmë se Erion Veliaj qëndron prej më shumë se një viti në qeli, pasi u arrestua më 10 shkurt të një viti më parë. Por pse qytetarët janë kundër lirimit të Erion Veliajt? Në fakt, qëndrimi kundër ndryshimit të masës së sigurisë e Erion Veliajt, që mund të çojë në lirimin e tij, bazohet në disa faktorë. Veliaj, me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, korrupsioni brenda dhe jashtë familjes dhe sulmet ndaj drejtësisë, spakut e prokurorëve dhe skemat e mashtrimit publik. Në hetimet e kryera nga SPAK, doli në skenë edhe përfshirja e bashkëshortes së Erion Veliajt, e cila kishte shpenzuar shifra marramendëse për mallra luksi, rroba dhe bizhuteri. Hetimet quan edhe në vila, apartamente e shumat më dha të përfituara nga ajo për shkak të detyrës së shoqit të saj si kryebashkiak. Në akuzë u vunë edhe biznesmenët apo bashkëpunëtorët e çiftit: Elman Abule, Gentian Sula, Fatmir Bektashi, Meriman Palushi, Shkëlqim Fusha, Sokol Kryeziu, Mirton Lika, Linda Kazani, Erald Zimigjiu, Ina Goxhaj, Frosina Bollo, Adela Kondakqiu, Flutur Xhani dhe Fatjon Baci. Kryebashkiaku i arrestuar i Tiranës, Erion Veliaj, që në ditët e para pas arrestit, nisi sulmet mediatike ndaj prokurorëve të SPAK-ut, gjyqtarëve të gjykatës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe drejtësisë në një mënyrë të turpshme, bashkë me mediat e tij. Sulmet kanë ardhur nëpërmjet intimidimit nga Veliaj në mediat huaja, por edhe lobimit në SBA. Përgjatë një viti, janë një sër shkrimesh, artikujsh të porositur, qëndrimesh e opinionesh, të cilat sponsorizohen, mbështeten, ku me pagesë, ku jo, me një qëllim të vetëm. Erion Veliaj kërkon konflikt me prokurorët të heshtin apo të tërhiqen, me shpresën se në fund do t'i lehtësohet masa e sigurisë.